fshirë në konflikt i familjes së tjetër, i ka bërë prit automjetit të avokatit në të cilin ndodhej avokati dhe nipi i tij dhe ka qelluar drejt automjetit mbrëmjen e djeshme, por fatmirësisht pa patur pasoja në njerëz, pasi sipas pohimeve që ka dhënë edhe vetë avokati dhe burimeve për News 24, automjeti ka devijuar rrugën dhe ka mundur që të mos ketë pasoja në njerëz. Por shkaku mësohet se ka qenë pikërisht konflikti për një çështje prone në fshatin Andios të njësisë administrative Qesarat dhe ka qenë një konflikt i vazhdueshëm midis dy familjeve, familja e të afërmve të avokatit Zoto dhe një familja Lamaj në pikërisht në këtë fshat. Mësohet se agresori është ndaluar nga policia tashmë, por ende nuk kemi patur një komunikim zyrtar nga policia e Gjirokastrës mbi këtë ngjarje. Faleminderit Brikena për informacionet. Faleminderit juve. Vjoj me fleshin